Hello. Në një video të re, sa po dolëm nga shtëpia. Hello a tutti, ciao a tutti, jemi në Rom. Sa po arritëm? Dhe është ora 11. Arritëm tek hoteli dhe është ora 11:12 dhe na la që të futeshim. Madje na tha që dhe nesër mund t'i lini valixhet këtu. Super, do t'ju rekomandoj. Se fashtë të tani do t'i bëj një home tour ku kemi ardhur. E kemi 10 minuta ose 5 minuta nga fontana di Trevi, që kështu hajdeni në hotelin ton, do shkruaj jemi këtu poshtë. Kemi paguar në para një jave bëm rezervimin dhe paguam 120 euro, por aman është lokacioni shumë e mirë dhe është dhoma shumë e pastër. Përva tregoj. Tani, nuk ka shumë gjëra. Plus që kemi edhe gardenin. Nuk ka shumë gjëra për t'ju treguar, pa ma ka një krevat, dollap, pas ka një dollap të vogël, ka një tavolinë make-upi, ku do bëj make-upi, edhe tualeti që qenë rivot shkëlfari, edhe pjesa e dushit. Një pjesa e bukur është gardeni, për atë kemi paguar. Po, tregova pak. Nise, do me zëmë, për ne është shumë mirë, ka dhe këtë dritare këtu, edhe ka bamje duke. Tani do ndrohemi shpejt e shpejt, që të dalim, bëjmë fotot, ham pizza, edhe do t'ju marrë me vete, po aman dhurata me bukur që mund t'i bëja vetes time për 27 vjetë, që ishte që rezervova një udhëtim në Rom. Edhe mua për ditëlindjen tënde. Edhe Adrios, ja bëra dhuratë. Më thonë ky mendim e kjo ide, kjo ratisje, ishte faleminderit. Tani të bëhemi gati. Arrova që t'ju them, por unë dje preva flokët, i doja me shkallëzime, por si gjithmonë mi prem pak më shumë se ç'duhet, dhe kisha kapur, po aman duken nice, si kërkova vetë, por i doja pak më të gjata, po nejse, nuk mërzitem, se di që do përdor vajra ose gjëra. Qa kam jashtë? Po provoj pjesë. Dhe ja, si duken, më thane, o zot. Ka rënë volumi, për do t'i rregulloj pak se mora Dyson me vete. Edhe më duket mi kam prerë shumë. O jetë, më duket mi kam prerë shumë flokët. Jo, zëmë, ke super. S'kemi që bëjmë tani. Po më pëlqen. Tani sa po u bëm gati, unë ndrova, vesha një kostum me pika. Edhe i rregullova dhe pak flokët. Nuk kanë me volumin që kishte dje, por më pëlqejnë shumë. Pas kemi dhe një pasqyrë këtu. Kjo është thjesht pardesya, ka marrë këtë çantën e Polen, që më super pëlqen. Kam unë një outfit tjetër, se nuk la tregova shumë, por një sekond. Nuk e se duke mirë, por kam një outfit me pika, që duket shumë nice. Nga desë të më dhe këtu. Hajde, ikim tani. Italia gjithmonë dolce far niente.
Ndonjë dëshirë. Pero llega el cuau, se mide el trabajo, pero mire la conversación de humor, donde fue abonado, es la conversación. Shout out to Hello, se ju arruan fare, po ne po ja kaloj shumë bukur dhe jemi lodhur duke bërë foto. Albi është lodhur dhe tani e solla në Vatikan, që ta shikojë Vatikanin. Edhe shpejti thash, s'munda m'vasësh ti Vatikanin. Hajde jetë se 12. Edhe po vrapojmë, po kalojmë ashensorin. Që zot, gjithmonë e ngatërroj semaforin me ashensorin. Vdekje të dyja e ngatërroj me njëra tjetrën. Edhe aroma është fantastike, pak e lodhshme, prandaj duhet që të jeni 3 ditë, 3 net, 4 net. Por ne kështu donim thjesht një arratisje të shpejt nga rutina e diçka ndryshe, por duhet të kishim pronotuar edhe një ditë tjetër. Por vetëm në dielën kishim pushim, të hënën jemi në pol. Tani po presim radhë, shkoni sa shumë që ka. Për pasta. Të ham pasta të osteria. Tani erdhëm në hotel dhe vajti ora 9:20, blem ujë dhe jemi shumë të lodhur. Ky është outfiti im, thondrova se normale që ufto. Nuk dukemi shumë mirë, sepse se kemi ndryqime në anën tonë, por u knaqëm sot. U lodhëm, kemi për 30.000 hapa, por u knaqëm. Është ky kodi për va tregoj me kemi. Hej, nga dita tjetër në Rom, outfiti për sot, kam veshur këtë setin. Në fakt e kam bërë unë set, por e mora në tek Zara, tek Tegu, edhe më pëlqen shumë. Edhe këtë gjaketën që është kështu lesh, e plot si palto, është perfekte. Edhe flokët, o sa bukur që kanë dalë, më pëlqejnë, jashtë mase, më pëlqejnë shumë flokët me shkallëzime, ndoshta do i doja pak më të gjatë, por s'ka problem. Kështu tani, kjo hoteli, do ta lëm tani hotelin, por ishte goxha nice, lokacionin e kishte në vend fantastik, nuk kemi pasur ndonjëherë me thënë të drejtën hotel në lokacion më të mirë se ky, apo jo je? Po. Edhe kam syze këtu, po. Telefoni po bëj çantën gati, çanta të nda i bëm, thjesht dje bleva këtë dry shampoo. Unë nuk jam fan se për këto, sepse janë shumë kancerogene dhe nuk
sugjerohen që të përdoren, por ama kjo Douglasit ishte fantastike. Dhe unë tani do ta provoj ta marr me vete, por 150 ml ta fus të çantën nëse nuk më kape në aeroport. Por i bëri flokët sikur kam dalë në parukeria. Unë e mora dhe Dyson-in, por e ke parasysh i dha volum edhe jetë, se dihet e fontana po bën shumë keq, edhe nisa të qaja, po vija rrugës, Alvio që më thoshte mos qaj, Rea mos qaj, më edhe më tha, qa më theo jetë? Se më nëndë. Si kala ma, bën, e gjerak shumë bëri moral, po Më të tash jashtë. e më tha pastaj më fal, por e pa që unë nuk prej ka nisa të qaja, se ja beja i kam vloget keq, se i prej, realisht i kam për, të në nuk do që t'i prisja, i thash ruaj e gjatësin, por e keni parasysh ju, tek parukeria që gjen gërshër ajo e gjen flokët dhe hajt i presim? Yes, ky është rasti im. Por do i kënë shtëpi do bëj trajtime me vajra, edhe sikur që të më rritën. Edhe i kap shumën, dhe prandaj vajisen. Nëse outfitin ja tregova, për këpuc në Rom gjithmonë atlete, se mos më vini me sandale me pupa apo me gjëra, edhe pse unë i kam marrë pupat për i mbaj në çantë, sepse ka rrugë me kaldërëm, edhe duhet e ecë shumë, janë destinacionet edhe afër dhe larg në të njëjtën kohë. Do të thënë bëhet e gjitha me këmbë, nuk është se ti do marrësh autobus, po të doni merrni, por duhet vish një atlete. I ka tani. Tani sa po dolëm nga hoteli, edhe t'ju tregoj se ku i lam valigjet, që ta keni parasysh këtu në Rom. Ka vende kastile që i pagoni dhe ju mbajnë valigjen tuaj. Kjo është maksimumi i dollapit që mban, dhe ne e lam këtu të 39, pagesën e bën këtu vetëm me kartë, me duket, ose ndoshta e bën me kartë e bën ne. Edhe për një ditë kushtonte 16 euro. Edhe kur të kemi pastaj avionin, vim këtu, marrim valigjet dhe marrim pastaj Uberin. Ti shua tregova, e keni parasysh, bëni të screenshot, që në qoftë se vini, pse jo t'i lini këtu, mos t'i mbani me vete, sepse të rëndojnë çantat goxha. Edhe kishe do më thëmë për orë, je do ikim këtej apo këtej? Do ikim tani të Villa Borghese, ta shikoj Alvio lokacionin. Edhe ju tregova që jashtë kjo, që mos t'i mbani në krave të lodhere. Jam në rehat, kam marrë vetëm një trast vogël, kam një outfit aty, që normale do t'i bërë dhe një foto. A nuk ikim për breakfast, ne? Tani sa po morëm sanduiçin dhe ta provojmë. Unë e kam provuar, por Alvio e ka për herë të parë. Skacata. Skacata. Po zot, ky mbaj sanduiçin më i mirë në botë. Unë kam marrë një me mortadela atëre, po tani kam marrë një me spek. Ta provojmë, duhet të ulem që të ha. Alvio? Si është? Më qik buk. Qik buk pas janë grënë. Me Alvin vdesim për sanduiqa, për burger, për gjëra shumë. Bilet shumë stil, sigur bashkë. Të gjithë këta njerëzit këtu janë ullur, dhe aty do ulemi dhe ne, dhe po shijojnë të gjithë sanduiqen. Tani ullëm, dhe që thamë. Edhe tani thoni ju, po Rea s'kishe këtë, se kisha këtë me rukola, po dashuria vërtet është kur ti shkëmbel gjërat e tua. Me rukola dhe pak qëtë më duke, t'i qka t'ju, përveç kremi të tartufit që mjë. Tani, bo kanë nga ilja. Arpja kështë më të mbushër. Për ti më të shishë.
Io credo sarà ora io cazzo sta male. Aldo ishte 12 euro, i mirë ishte 8. O, zota mirë. Qa kishte? Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. Edhe Kolosseun e pam. Ja tregova edhe Kolosseun. Edhe këto janë gjërat tona. Këto janë gjërat që bleu Alpion të North Face. Në lindjen e kishte reja, por dhurata i mori Alpi për punën që bëri. Si jam aq e keqe sa mendon. Jo, më paguan mirë, Edhe Pavarësisht se me lekët e mia i pagova. nisë dhuratë se nuk mori. Ja, Mora marrësh. udhëtimin unë, edhe u kënaqem ka shumë edhe realisht s'ka gjë më të bukur se sa të marrësh për dhuratë kohën tënde të shpenzuar në një shtet që e ke qef. Dhe një nga to është ja, të dashuruar. Ky që s'më bën fjalë. Kam se do ham dhe drejt. Morëm ëmbëlsira tani, morëm këto të famshme. Unë provova një dhe një më përpara, Alf, tregojnë që edhe do të shkën këtu? Të? Nuk ishte e mirë. Ka bukurën shumë atë brumin shumë të fortë, s'është në shihet e mia, do provojmë këtë. Kjo është kanola. Ka shije të çuditshme. Është nice. Mund të hash me luk. Po, është e lezetshme. Tani sa po erdhëm, do marrim valizhet, të ikim. Hajde, Alë, merë çanta. Sa udhëtime kam bërë këto çantat. Kjo çanta ku s'ka bredhur. Çante primar ku është. Ose keni ide sa e mirë që është, ose shkoni edhe e gjeni. Është çanta më super për udhëtim. Pritë shoh. Jo, asnjë gjë. Dhe gjithmonë duhet të jetë kjo mbyllje, si në Prag që ose më vani mend. Edhe ja çanta, do ikim tani. Do marrim Uber edhe për në aeroport. Alvio, qa po shef aty? Milan. Më knaqe në Rom. Varjan që këto të YouTube. Po kënaqem Si? shumë edhe mi do ishte të ishim edhe një ditë që ta shikonim më qetë, ta shikonim më shumë detaje. Roma, na 110-a? 10. 10? Këtë ishte kështu surprizuese, kështu ku do më në momente. Fantastike. Se unë baja gjithmonë Vienën lartë, po Viena ishte shumë e kuruar, kurse Roma ishte Është Roma. historia e perandorisë, kështu që është kudo ke gjërat pa parashikuara. Po, fantastike. Kudo nuk mund të është një lagje ose lagje shpifur ose kishte diçka, kishte një element. Po këtu i ram rrugës e ram. Po, Vatikani. Gjukata. Pallati i drejtësisë. Follow through, take your time, you move like water. Kam e vdekur, shkoni çfarë kam këtu. Por jam e lumtur se ma dhuratën e ditëlindjes. Edhe tani erdhëm në Shqipëri. Edhe doja t'ju tregoja se ndesa ka stile sa e lodhur jam sot është ora 12. Ka bërë super shpejt për 45 minuta. Rom Shqipëri, nuk e di, ishte ekspres. Si do të marrëlim. 25 minuta realisht. Edhe doja t'ju tregoja që ka këtë parkimi këtu tek aeroporti dhe kushton 5.000 lekë dita. Apo jo?
Çfarë? Po dyshi dhe për tre. Po dyshi dhe po treshi janë 5.000 lekë dita dhe ka 4 kate. Shumë e mirë. Ne erdhëm me makinën tonë. Këtu t'i lë gjërat. Ndjekin shtëpi tani do fligjum. U lova. Mirë mëngjes. Nga Tirana, outfit of the day që e dashuroj, edhe flokët të reja me shkallëzime. Okej, duke nice. Këto duke më mirë, edhe alë që më pret se jam bonuar, por nuk janë aq keq, të paktën i lava me shampon e Ada Herbs, si bëra me stilusin, edhe u bëm me shumë volum, se më marrë një shampo për volumin e flokut dhe kundra vëmërisjes, edhe duken shumë bukur. Tani, duhen edhe produktet e mira që të duket bukur, se ka që shkurtra sa i kam prerë unë, rrezik vështirë të duken mirë. Më dhe syskat, edhe kjo jam unë. Të djelen. Kjo mbaj më ka që shumë e mirë kjo. Holier than I am, gentle hands, gold-lit eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. Tani do ndezi minutazhin dhe për sa handizat. Prit, jo. Për sa minuta do ta bëj unë atë, do t'ju tregoj. 0-0 shtype. Nisëm. Unë mendoj për 2. Qa për 2 për 1? Ja, do ta shohim. Një minutë ka vajtur që tani dhe jetë shka ja për sa minuta e kemi bërë. Njeri po jep jetë këto. Që të dy jemi të fortë dhe kjo është qëllimi jonë. Sa pamje të bukur pas ka xhamia tani. Mos e zgjidh.